Pse Ukraina po përfiton nga lufta mes SBA-s e Izraelit me Iranin? Dronët ushtarak kanë revolucionarizuar artin e luftës. Nga Ukraina në Iran, dronët tashmë janë në përdorim të gjerë në fushë betejë. Që nga fillimi i luftës mes SBA-s dhe Izraelit me Iranin, dronët Shahid janë vënë në qendër të vëmendjes. Një dron i tillë kushton shumë lirë, rreth $50,000 aty këtu dikun, ndonse kosta mund të rritet varësisht nga përditësimet. Irani pozon mira të tillë, të cilët i ka lancuar në drejtim të Izraelit dhe bazave ushtarake amerikane në linjën e mesme, edhe shteteve të gjirit. Rrëzimi i një droni Shahid kushton shumë, ka kosto të mëdha financiare. Deri tash lufta e SBA-s ndaj Iranit ka kushtuar miliarda euro, e cila ndikon pastaj edhe në ekonominë amerikane dhe globale. Megjithatë, Ukraina ka arritur ta gjejë një zgjidhje goxha efikase dhe ekonomikisht të qëndrueshme. Ukraina ka një përvojë të gjatë, shumë gjatë të mbrojtjes nga dronët Shahid, të cilët i prodhon tash edhe Rusia. Metoda e Ukrainës është e thjeshtë. Ata përdorin një dron për ta vrarë një dron tjetër. Pra Ukraina përdor dronët e vegjël FPV, First Person View, të cilët interceptojnë dronët Shahid dhe arrin të neutralizojnë. Ky lloj droni ecë më shpejt, është më i lëvizshëm dhe më i manovrueshëm se sa droni kundërshtar. Ukraina ka nisur të aplikojë edhe inteligjencën artificiale në këto drone të vegjël, që e bën edhe më vdekjepruese këtë metodë. Normalisht nuk funksionon gjithmonë, por është shumë efikase dhe mbi të gjitha financiarisht e përballueshme. Tash Ukraina ka nisur të ndajë njohuritë e saj rreth betejave me drone me shtetet e gjirit dhe Jordaninë. Normalisht Zelenski ka kërkuar kompenzim financiar dhe ndihmë ushtarake humanitare në këmbim të njohurive ushtarake ukrainase. Një gjë duket ashiqare, lufta me drone është luftë asimetrike dhe krejtësisht revolucionare.